Personazhi i radhës ka mbi 16 vite në jetë publike. Dhe jo vetëm, por mbi 16 vite që njihet personalisht edhe me mua. Unë kam kënaqësinë ta kem të ftuar në episodin e 7 të Bahiti Podcast. Një nga ata djem të cilët edhe pse koha kalon, edhe pse vitet shkojnë, ai mbetet i njëjti. Mbetet i njëjti në radh parë si njeri dhe pastaj si një nga ata djem të rinj që ka kërkuar të investojë për qytetin edhe për vendin e tij. Adi Qose, mirë se erdhe në Bahiti Podcast. Mirë se gjeta. Shoku im i vjetër. Shoqja ime e vjetër. Ta themi publikisht, sepse ne të dy kemi qenë vetë rinj, edhe jemi akoma të rinj, por kemi promovuar dhe kemi qenë iniciator për të pasur sa më shumë element frymëzues në Elbasan dhe jo vetëm. Dhe unë jam e lumtur që sot në Bahiti Podcast kam një nga ata miqtë e mi të vjetër që ka shkëlqyer edhe do shkëlqej. Shumë faleminderit. Në fakt kënaqësia është e gjitha imja. Dhe teksa vija këtu, gjëja parë më kujtuan ato momentet kur jemi njohur dhe vitet kanë kaluar, por mua më pëlqen që ti je po anisa me ato idetë e mrekullueshme, anisa me ato idetë inovatore për sjell ndryshimin dhe për të bërë gjëra të bukura jo vetëm për Rinin, por edhe për qytetin e Elbasanit. Dhe ndaj unë kam ndjek këtë podcast dhe në fillim kur nxorre promon, realisht isha shumë kurioz dhe prita pjesën e parë vetëm për të kuptuar do jetë anisa në nivelin që asaj takon dhe që ajo përfaqëson. Dhe kur pash serim pas serie, po them pa frikë që pritshmëritë kaluan dhe ti shkëlqen si gjithmonë dhe ky podcast është i mrekullueshëm. Faleminderit, më bëre shumë qefin tani Adi, se do thon këta tani, këto të dy janë miq me njëri tjetrin, po bëjmë lustra, furça, jo, nuk është ashtu. Tani kush na njeh di që jo. Patjetër. Adi, pse i duhen politikës të rinj dhe çfarë sjellin të rinj në politikë? E themi për ata që nuk e dinë që ti je në listë për kandidat për deputet, ose mund ta themi shkoqur fare që je deputet i arshëm i Kuvendit të Shqipërisë. Përse i duhen të rinjt politikës shqiptare? Mendoj që jo vetëm politika shqiptare, por kudo politika në anën mban botën ka nevojë për të rinj. Janë të rinjt ato që bëjnë atë ndryshimin e brezave, janë të rinjt ato që sjellin inovacion, janë të rinjt ato që sjellin ide të reja, po janë dhe të rinjt ato që e zbusin pak politikën nga ajo monotonia në cilën bie ndonjëherë politika e vjetër. Ne të dy jemi angazhuar shumë herët edhe në forume, kemi një jetë aktive, jo vetëm forume, por në shoqëri civile me shumë aktivitete me të rinj. Po, në jetën publike në tërësi në këto 16 vite. Në jetën publike të qytetit në përgjithësi dhe ne të dy e dimë shumë mirë se çfarë do thot fuqi dhe energji rinie, do thot ndryshim. Do thot sjellësh inovacion, do thot sjellësh ide të reja, cilat vinë me ndryshimin e brezave. Do vinë një ditë që të dyna do jemi më të mëdhenj dhe do vinë disa të rinj cilët do sjellin ide më të bukura se këto që kishim ne sot. Dhe kjo është biologjike, do ndodhi gjatë gjithë kohës. Gjithë brezat që vinë pas nesh do sjellin ndryshime, do sjellin përmirësinë në jetën publike dhe në pjesën e politikës. Duhen të rinj për sjell ide të reja dhe në drejtimin e institucioneve. Siç e theti unë vi nga një eksperiencë gjatë në jetën publike, po nga një eksperiencë edhe në administratë. Po. Dhe eksperienca, feedbacku, mendimet që kam marrë pas drejtimit të institucioneve ka qenë gjithmonë duhen të rinj sepse ato sjellin ndryshim. Duhen të rinj sepse ka një mënyrë të re të menaxhimit, por ama të rinj që kanë vlera, sepse është një debat i madh midis asaj ti je i ri nuk do thotë gjithmonë që ti jetë një gjë e mirë apo ti jetë diçka që vlen. Duhet që edhe ti je i ri po të vlej gjëja. Adi, ti më përmende gjatë kohës që po flise pjesën që ke qenë angazhuar në administratë dhe ke mbajtur funksione të ndryshme. Ti ke studiuar për administrim biznes, ke kryer studime në Fakultetin Ekonomik të Elbasanit. Ke patur detyra si nën punës në administratë shtetërore dhe më pas ke patur funksion drejtues në institucione të ndryshme. Nuk do ishte më mirë që Adi ti shërbente vendit të tij si profesionist dhe mos merre me politik, apo ti ke gjetur më shumë veten në pjesën e politikës? Se flasim që pas studimeve dhe shkollës që ti ke bërë, ke patur mundësi që të punosh edhe në administratë shtetërore si nën punës, por edhe të kesh funksione që ti t'jesh drejtuesi. Adi si një ekonomist i mirë dhe administrues i mirë, apo Adi si një politikan? Pyetje shumë e vështirë në fakt.
kjo është edhe dilema ime momentit, por duke bërë një analizë të rrugtimit tim në administratë dhe të pjesës e cila më pret, mendoj që ka një moment në cilin gjithsecili prej nesh jep një angazhim në pjesën e administratës. Unë e kam shijuar shumë, do marr vetëm një nga detyrat që kam pas administratën publike, pastaj mund t'i veçoj dhe gjitha me gjatë bisedës që do kemi të dy. Do veçoj pjesën ku kam qenë kryetari i bashkisë, dhe unë kam qenë kryetari i bashkisë në një moment shumë të vështirë për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë. Kam qenë kryetari i bashkisë gjatë periudhës pandemisë. Dhe nuk ishte moment më të bukur se ti t'ishe aty për ndihmuar çdo njeri i cili kishte aq shumë nevojë në ato momente. Dhe kjo ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe në atë moment. Por dhe në detyrat e tjera, dhe kur kam qenë drejtues në institucione të tjera, kam pasur mundësinë që nëpërmjet institucioneve tona të bëjmë ndryshimin sadopak të vogël në jetën e njerëzve. Të ndryshojmë sadopak ato probleme dhe mundohemi zgjidhim sadopak probleme të cilat kanë qytetarët tonë. Por mendoj që sado që të kesh mundësi dhe sado që të përpiqesh nëpërmjet posteve që ke në administratën publike për zgjidhur probleme, ka gjithmonë një hallk tjetër. Unë dua që këtë ta shoh si një përgjegjësi më të madhe. Kalimi në Parlamentin e Shqipërisë do të jetë një përgjegjësi e madhe ku do ndërtohen politika të cilat do kenë mundësi të ndryshojnë jetën e më shumë njerëzve se sa ti ke në dorë kur je vetëm thjesht drejtuesi një drejtorie të caktuar. Ti jesh në Parlamentin e Shqipërisë është një privilegj, por unë kam thënë ditën e parë, unë e shoh si një përgjegjësi dhe më të madhe. Ky rrugtimi im në administratë, ky rrugtimi im në politik kurorëzohet duke shkuar në Parlamentin e Shqipërisë si përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Por unë këtë ta shoh si angazhim ndaj gjithë qytetarëve të Elbasanit. Do flasim edhe për politikën, por unë dua që nëpërmjet Bahiti Podcast, të gjithë ata që dëgjojnë edhe të shohin, të kenë mundësi të kuptojnë shumë hallka dhe shumë shkallë në të njëjtën kohë, sidomos kur bëhet fjalë për të rinjt dhe për të rejat, se nuk kemi të bëjmë me një politikan i cili ka mbi 30 vite në politik dhe sigurisht i ka thënë të tëra. Unë mendoj që ti nuk ke thënë asgjë deri tani, në sensin që tani më ka filluar rrugtimi yt. Nëse do ta kthej kohën pas, shumë vite më përpara, cili do ishte një moment që ti do ta ndaloje dhe do t'i jepje Adit të atëhershëm disa këshilla? Moment që ti filloje dhe artikuloje pyetjen, unë fillova dhe të mendoja dhe të kthehesha minimalisht, domethënë 16 vite më parë. Unë kam pasur një rrugtim i cili ka shkuar hap pas hapi. Kam pasur një rrugtim i cili ka ecur me hapa të vegjël deri në këtë moment që ne jemi sot. Unë nuk kam bërë hapa të mëdha direkt që kisha mundësinë në kuptimin që të bëja dhe gabime, edhe të pendohesha pse bëra këtë. Unë kam qenë i ri, por dhe gjatë viteve që kaluan kam menduar gjithmonë dhe kam besuar që shkallën gjiten pak nga pak, që ti të kesh eksperiencën e dur dhe që ti t'i shërbesh qytetarëve, por dhe misionit tënd publik që ke në jetën publike, por gjithë pjesës tjetër duhet që shkallët i marrësh hap pas hapi. Nuk i kam pëlqyer asnjëherë këto katapultime të mëdha në politikë. Jam njeriu që mendoj se eksperienca, rrugtimi kanë vlera, sepse unë mendoj që gjatë rrugtimit ti fillon dhe një më shumë veten. Situata të ndryshme, situata që mund kanë ndodhur gjatë drejtimit të institucioneve, sepse e dim shumë mirë, në drejtimin e institucioneve ka momente të vështira, momente në cilët ti duhet të marrësh disa vendime, cilat bëjnë ndryshimin si në qytet edhe ndryshimin në komunitet. Dhe mendoj që këto eksperienca vlejnë pastaj kur ti je në një nivel tjetër vendimarrje. Nuk mund të shkosh në një nivel tjetër vendimarrje nëse ti nuk e bërë këtë rrugtim, sepse pastaj kthehet në një dështim. Adi 16 vite më parë nuk do t'i thoja asnjë kritik, nuk do t'i bëja asnjë kritik. Jo. Jo? Jo. Do t'i thoja vazhdo këtë rrugtim që ke nisur, por vetëm mos ndrysho. Unë jam po i njëjtit, ti më shikoni jemi sot përballë, të dy janë po i qeshur, janë po rrugëve të qytetit. Mirë, okay, Adi si njëri dhe qytetar por ne dim që politika në një farë forme i ka ndryshuar shumë njerëzit. I ka tjetërsuar dhe pikërisht ata njerëz të cilët kanë dalë me deklarata dhe kanë thënë që shiko, unë kudo që të shkoj do mbetem i njëjti dhe ka rezultuar që nuk ka mbetur i njëjti apo e njëjta. Pse i ndryshon politika disa njerëz? Pse tjetërson ata? Të tjetërson pushteti? Pushteti është një sprov shumë e vështirë për njeriu, por unë mendoj që kjo është pjesë e karakterit. Ne të dy dim shumë mirë që karakteri ndërtohet që kur je i vogël. Do të thënë, ti nuk mund ta ndërtosh, ti mund ta strukturosh pjesën tënde të karakterit, por nuk e ndërton dot. Karakteri ndërtohet
që nga familja, që në momentet e para që ti fillon shkollimin tënd, që aty ne kemi bazat e karakterit ton. Unë do ta kthej dhe tek ty. Jo për të bërë qevin, sepse të gjithë ne thamë që fillim që ne jemi shok me njëri tjetrin. Ti ke bërë një rrugtim shumë të bukur. Sot nuk je ajo Anisa që njihja unë për sa i përket pjesës karrierës ose pjesës rrugtimit tënd. Pra ma je po ajo Anisa e qeshur, je po ajo Anisa që je gati për të dhënë një këshill, je ajo Anisa që je gati për të thënë, je gabim aty. Këtë gjë mos e bëj kështu, kjo gjë nuk shkon ashtu. Domethënë ne kemi ngelur të njëjtit njerëz. Ky rrugtimi joni që kemi bër pak nga pak, na ka shërbyer që të jemi po të njëjtët. Pushteti duhet parë gjithmonë, dhe unë ja them miqve të mi, është si një klishe në fakt, që pushteti është mjeti me cilin ti duhet bësh ndryshimin. Por fakt, kjo moto mua më ka udhëhequr gjithmonë. Isha i ftuar në një podcast tjetër, i ftuar tek kryeministri dhe unë kam qenë gjithmonë një njerëz i cili mendoj që e ardhmja nuk duhet pritur, por e ardhmja duhet ndërtuar. Dhe ndaj unë mendoj që të gjithë të rinjt duhet të angazhohen në jetën publike të vendit tyre, duke nisur në komunitet dhe më pas duke u zgjeruar në patjetër, sepse nëse ti nuk merresh me politika merret me ty në çdo moment të ditës edhe në çdo sekond, kështu që mirë është informacionin ta kenë bollshëm, edhe nëse nuk përfshihen për të qenë pjesë e politikës, duhet të jenë të mirë informuar se çfarë ndodh dhe si rrjedhin gjërat në vendin ku ata jetojnë. Po këtë pjesën e ndryshimit tënd do ta shohim. Unë ndoshta nuk do ta kem podcastin pas 4 vitesh apo kujt di çfarë, por do shohim Adin në rrugtimin e tij si deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Atëherë do flasim. Do ndërhyj vetëm pak te kjo pjesa se ke një farë drejtë. Sepse për shembull po ti thuash sot miqve të mi, po ti thuash sot familjarëve të mi, thonë ke ndryshuar shumë. Thon ato. Unë nuk kam ndryshuar si Adin qasjen time, po ato thonë ke ndryshuar sepse ke ndryshuar nuk na kushton më kohë. Ke më pak kohë. Je më shumë i penjuar. Për shkak të impenjimeve, më shumë po kjo nuk do thotë që në një farë mënyrë, për ato ke ndryshuar në një farë qasje që me ato kishe, kaloj më shumë kohë me ne, tani e gjithë kohë si angazhuar. Mirë, po shiko, duhet të kuptojmë prindrit tanë, gjithmonë për mamin, babin edhe familjen, njerëzit që na njohin, ne do mbetemi gjithmonë të njëjtë në sy të tyre, pavarësisht se gjërat do ndryshojnë dhe koha do kaloj. Kështu që kjo është njësoj për të tërë, nuk është se sigurisht që ndodh kjo, edhe ne duhet ta kemi mirëkuptimin karshit tyre edhe ata mirëkuptimin karshit nesh. Dhe fundja janë mbështetja jonë më e madhe, besoj në rrugtimin që bëjmë. Do t'i kthehemi pak pjesës politikës sërish. Zhvillimi nuk është ai që ne duam, edhe nuk është ai që dukshëm sa ne duam. Kryesisht në zonat larg qytetit, në fshatra kryesisht. Çfarë do bëj deputeti i ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë për zonat e fshatrave, besoj të cilat ti i ke prekur? Elbasani ka gjithmonë nevojë për më shumë, ta thash dhe në fillim diskutimit që bëm të dy. Unë nuk do të bëj premtime. Shkaku i angazhimeve që unë kam pas në Partinë Socialiste ka bërë të mundur, por dhe për shkak detyrës në kryetar bashkie në atë kohë, që unë të lëviz në gjithë bashkinë e Elbasanit, po pastaj për shkak detyrës politike në gjithë qarkun e Elbasanit, dhe kam shkuar në shumë fshatra të qarkut tonë, le të themi, por dhe të bashkisë Elbasanit veçanti. Ke një të drejtë kur thua që ka nevojë për më shumë dhe investimi duhet të jetë shumë i madh, sepse investimi ka nisë nga qendra, ka nisë nga qytetet dhe tani duhet zgjerohet. Adi, kemi parasysh faktin që jetojmë në 2025 dhe shumë fshatra janë ende pa rrugë, domethënë flasim për gjëra bazike të jetës, pa rrugë, pa investime, pa shkolla, pa ujë. Më pëlqen që ta bëjmë këtë opozitën të dy, se kjo është një opozitë që kemi nisë që në kafet e vogla dhe më pëlqen gjithmonë që ti do më shumë. Shikoj Anisën. Dhe kjo është një dëshirë, nuk është frymë opozitare në fakt. Jo, absolutisht. Duhet ta kesh parasysh në një studio televizive ose kryesisht në një podcast, të cilën unë kam thënë gjithmonë që Bajiti podcast vjen si rrëdhoja angazhimit tim për vitesh dhe unë e kam bërë për dëshirën time, për qefin tim, në sensin e mirë të fjalës. Dhe të gjithë të ftuarit që vinë këtu te unë janë përballë meje e para në postin që ata mbajnë dhe e dyta dhe si miqtë e mi, por ajo që unë pyes nuk ka lidhje fare me opozit. Unë pyes si qytetare, zëri sikur këtë pyetjen ta ka bërë një qytetare e qytetit të Elbasanit. Unë fola si shoku i Anisës dhe thash ti gjithmonë ke një frymë opozite brenda vete sepse ti do gjithmonë më të mirën. Kjo është një gjë shumë e mirë. Njeriu të ketë një frymë opozite brenda vete sepse kërkon. Dhe është mirë që gjërat që janë të dukshme ti kritikojmë. Dhe shumë mirë që ka zëra të cilët shikojnë problemet që ka qyteti ose vendi dhe kërkojnë që ti përmirësojnë. Kjo është gjë më e mirë. Çfarë do bëhet për fshatrat, Adi? Tani, unë thash edhe një herë tjetër, kam lëvizur shumë fshatra. Nuk mund themi që nuk është bërë asgjë, ka pasur një ndryshim, kërkohet më shumë investim fshat, patjetër që po, kërkohen më shumë rrugë të cilat lidhin fshatrat me njëra tjetrën, patjetër që po, por unë ja them gjithmonë edhe kur shkojnë në zonat e tyre.
ne gjetëm një Shqipëri që nuk ishte në situatën më të mirë ekonomike dhe si ai njeriu që ndërton shtëpinë e vet. Ti nuk e bën shtëpinë e merr nga zero dhe ndërton, i bën 2-3 kate siç i bëjnë ato në fshatrat e tyre dhe që ditën e parë i ketë gjithë dhomat e rregulluara, që ditën e parë i ketë gjithë gjërat më së miri. Shtëpia e madhe, qytetin unë duhet ta shoh si një shtëpi të madhe i cili ndërtohet pak nga pak. Unë marr shkas, thash duke qenë se kam qenë në kryetari bashkisë, një pjesë infrastrukturës rrugore në fshatra është rregulluar. Unë përmend unazën bujqësore, e cila është një investim shumë i mirë në cilin pjesa më e madhe e rrugëve që lidhen dhe do përfundoj dhe do vazhdoj si aks i gjithë ky investim i madh i unazës bujqësore, ka sjell një zhvillim shumë të madh zonës. Unë kujtoj herën e parë kur isha si Adi kur erdha në Elbasan pas një rrugtimi tim të shkurtër si në administrat, po dhe në jetën politike në Tiranë, atje numëroheshin me gishta fermerët e asaj zone. Pas investimit të rrugës parë, pjesës aksit parë në pjesën e Jagodinës, sot unë për shembull mund të them me bindje që atje janë me qindra fermerë të cilët kanë ndërtuar fermat e tyre dhe bëjnë një eksport shumë të madh të produkteve që ka ajo zonë. Kjo do thotë që ka pas një prekje të zonës dhe ka sjell një zhvillim, sepse ideja është që ne duhet bëjmë investime të cilat sjellin impakt në zonë, investime të cilat e zhvillojnë fshatin. Dhe unë mendoj që ky ka qenë një nga ato investime që ka sjell zhvillim në atë zonë. Duhet më shumë, patjetër që duhet më shumë. Sot gjinari gjithë e din shumë mirë, është shumë e vështirë që ti të gjesh një shtëpi për të fjetur, nëse nuk pronoton disa javë më parë. Kjo vjen si shkak i politikës që ne kemi sjellë për turizmin. Por do më thuash ti me një të drejtë. Pjesa agroturizmit. Po do më thuash ti me të drejtë. Do më thuash, po mirë ma, ne kemi gjinarin, po funarin. Që është një pjesë tjetër shumë e bukur e Elbasanit. Dhe ndaj unë po them që si pjesa e bashkisë, si pjesa e pushtetit qendror janë të angazhuar që sjellin një zhvillim të rrugës, po dhe afrimin e sa më shumë bizneseve në zonën e funarit, sepse unë mendoj që është një nga pika tjetër shumë të bukura të qytetit tonë. Adi, çfarë i thua ti të rinjve kur shkon dhe bën takime me ta? Dua të flas për të rinjt, përfshim dhe gjithë pjesën tjetër të qytetarëve dhe banorëve që vinë në takime me ju. Çfarë i thua ti të rinjve? Ti për të rinjt edhe të reja do jesh referencë dhe qyteti i Elbasanit do thotë po, në kuvendin e Shqipërisë ne kemi përfaqësuesin ton. Çfarë i thua ti të rinjve në takim? Kur shkoja pak më parë, ne bënim një diskutim dhe unë tregoja rrugtimin tim që kisha bërë në politikë, po se Adi eci kështu, por mua nuk pëlqen ta kanalizoj te kjo pjesë, sepse jo të gjithë mund të shkojnë në pjesën e këtij rrugtimi politik, jo të gjithë i pëlqen politika. Në hapat e parë, kur më duhet shkoja me të rinj të tjerë të cilët ishin në përtrajnime ose shkëmbime kulturore që zhvilloheshin në pjesë të tjera të Europës dhe unë ndjesha ndryshe nga gjithë, sepse pasaporta ime kishte një vend tjetër për të kaluar. Unë isha më ndryshe nga ato sepse numrin e ditëve kisha të kufizuar. Unë pyes se sa lekë kam me vete sepse po shkoj jashtë shtetit. Unë duhet të aplikoja dhe të konfirmohesha që unë të merre një shkollim atje. Nuk po flasim makro, po flasim mikro. Po flasim mikro që do të impakton jetën besoj edhe në mikro, apo? Po, që do të patjetër që po, këto janë të rëndësishme, sigurisht që po, por ne po flasim për gjëra thelbësore dhe jetësore, që do thotë kur ti shkon tek ai riu funar, ti dëgjon prej tij ankesa se nuk ka një vend ku të punoj, nuk ka një shërbim cilësor, nuk ka rrugën e shtruar për të ardhur nga fshati i tij te qendra e qytetit, nuk ka një shkollë ku të çoj vajzën apo djalin e tij për të marrë edukimin e dur. Domethënë flas për probleme reale, dhe sigurisht që ëndra e shqiptarëve ka qenë edhe mund të jetë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe gjithë lehtësirat që vijnë, por le të flasim Adi mikro, le të flasim për ne, le të flasim për qytetarët e thjeshtë, le të flasim për ato çfarë ne prekim çdo ditë, sepse jam e bindur që edhe atje në kuvend qytetarët do duan të dëgjojnë nëpërmjet teje zërin e tyre. Patjetër, po kur thash për pjesën e Bashkimit Evropian është një seri shërbimesh, një seri fondesh që cilat impaktojnë jetën e çdo qytetari, por po ta lidh me pjesën tjetër. Thash, ne kemi ndërtuar një pjesë infrastrukturës rrugore, cilën thash në pjesën e Jagodinës, po të marr shembullin e infrastrukturës rrugore dhe në Labinotin Mal, ku të rinjt kanë mundësi që të lidhen me Elbasanin, të kenë një afërsi më të madhe me qytetin dhe gjithë shërbimet që ato kanë të mundur të kenë dhe me qytetin. Ne kërkojmë nga të rinjt e funarit, me që i more për shembull. Jo, përmenda funarin sepse ai merr ndihmë lidhet me zonën turistike shumë. Unë do t'i kërkoja gjithë të rinjve të funarit që me ndërtimin e rrugës, secila do të lidhë Elbasanin, por dhe Tiranën me funarin, të fillojnë dhe të zhvillojnë sa më shumë biznesin lokal në fshatin e tyre, sepse e dim shumë mirë gjithë bashkë që
janë vendasit, janë ato banorët cilët e zhvillojnë më së miri biznesin lokal. Ne shkojmë në shumë fshatra, po të marrim dhe qarku tonë, kemi Stërblevën ose zona tjera ose edhe në Gjinar, cilët banorë kanë marrë iniciativën dhe i kanë kthyer shtëpitë e tyre në shtëpi Airbnb në cilët vinë turistë huaj. Kjo do jetë një opsion për funarin, por dhe për pjesën e zhvillimit të agroturizmit. Kur e lidha me Bashkimin Evropian që thash për pjesën e fondeve, vetëm 300 milionë euro vinë për bujqësinë që rriten. Këtu rriten opsionet, rriten mundësitë për të aplikuar. Ato 300 milionë euro që vinë shkojnë gjitha për bujqësinë apo nuk i di? Ato shkojnë patjetër gjitha për bujqësinë. Kjo është, domethënë, gjithë ato të ri që jetojnë në fshatra do kenë mundësinë që të aplikojnë nëpërmjet programeve ndryshme për të përfituar dhe për zhvilluar një ide që kanë në zonën e tyre. E kanë ata mbështetjen nga pushteti vendor, pastaj nga pushteti qendror, se duhet kenë edhe mbështetje nga pushteti vendor për të realizuar pushteti vendor ka krijuar një drejtori brenda institucionit të tyre, e cila është drejtoria e integrimit evropian, e cila vjen gjatë gjithë kohës në mbështetje të gjithë personave cilët duan të aplikojnë në programe të ndryshme. Sepse ti ke një farë drejtë këtu. Dhe më thua, do vinë 300 milionë euro, po si do përfitoja i atje, sepse që të përfitosh të fondin duhet shkruash një projekt. Duhet ja shpjegosh qytetarëve, sepse ai mund të jetojë në Gjinar, edhe thotë, shiko, ke në rregull, ja rruga mu shtrua, thotë ai. Dakord, ja dhe këto komshit e mi janë duke bërë bujtina edhe po krijojnë më shumë të ardhurar për familjet e tyre. Ai ka një ide në kokën e tij edhe thotë, kam vetëm këtë tokën, thot ai, ose këtë shtëpinë që dua ta kthej në një bujtinë për ta patur më tepër burim të ardhurash për vete dhe familjen. Ku duhet të orientohet? Çfarë duhet të di që jep pushteti vendor për ta? Çfarë duhet të di si të filloj këtë pjesën e startupit ose marrjes së një shume për ta ngritur këtë biznes? Që të shkruash një projekt, ta strukturosh në mënyrë që ti të kesh mundësi që të përfitosh të fonde, duhet një eksperiencë më e madhe. Dhe ndaj do jetë një këshill shumë e mirë që ne të krijojmë një hapësirë ku të rinjt mund të trajnohen dhe kështu do të jenë të gatshëm për të përfituar nga këto fonde që shumë shpejt do të jenë të gatshme për gjithë Shqipërinë, vetëm për zonën e Elbasanit. Adi ti je ngjashëm me Edi Ramën, me kryeministrin, kështu nga gjatësia flas. Nëse ti do ishe si Erion Braço, do të kishte fut Edi Rama në listë? Unë mendoj që energjia dhe forca që ka Erion Braço nuk ka nevojë për gjatësi shumë të madhe. Gjitha energji, gjitha ajo forcë që ka ai ka qenë një frymëzim shumë i madh për gjithë. Besoj, unë kam njohur herët dhe ai me të njëjtën dëshirë, me të njëjtën pasion vazhdon dhe sot me grind që të kërkoj gjithë mbështetjen e zonës. Dhe ajo që i pëlqej më shumë Braços është pjesa që ai lufton për komunitetin e tij. Shpesh herë do ta them këtu me ty se jemi si në kafe, dy shok me njëri tjetrin. Kam vënë re që shumë deputet dalin nga misioni i tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Dalin nga misioni dhe nga problemet që ka zona dhe fillojnë dhe merren me politikën e madhe, me politikë globale, po Trumpi, po kjo, po pjesa tjetër. Mu pëlqejnë deputetët që e mbajnë formatin lokalist. Ne shkojmë atje të përfaqësuar dhe të votuar nga qytetarët e Elbasanit dhe unë shkoj dhe diskutoj për politikat e Trumpit gjatë gjithë kohës në parlament. Besoj që kjo gjë ty të parën do të rëbonte dhe më thojë atë ndryshove më vërtet. Dhe unë Braços të jam vlerësuar gjithmonë. Ai ka shkuar në parlament dhe për te pjesës tjetër që merret gjithmonë Komisioni Ekonomisë dhe këtë pjesë, gjithmonë ka mbrojtur interesat e zonës dhe shumë e rëndësishme që çdo deputet kuptojë që duhet të shkojmë në Parlamentin e Shqipërisë dhe të mbrojmë interesat në zonave tona, sepse vetëm kështu do të sjellë. Domethënë Edi Rama nuk ka zgjedh ty në lista se ngjason me Edi Ramën. Edhe po të kishe qenë si Erion Braço, prap do të kishe fut në listë. Përderisa Erion Braço është zgjedhur disa herë rresh, kjo tregon që gjatësia nuk është një kriter. E bukur do ishte ta mendoje edhe kështu. Kanë thënë të tjerë që për pjesën e pyesin gjatë gjithë kohës, të gjithë që kush është më i gjatë apo kryeministri. E vërtet kush është më i gjatë Adi? Është më i gjatë kryeministri. Pak fare, po është pak më i gjatë kryeministri. Vuani ju njerëzit e gjatë zakonisht? Kemi... Qa sikletesh keni? Ne njerëzit e gjatë, domethënë, shoqërohemi nga një dhimbje mezi zakonisht, domethënë, që është pjesa e lodhjes që ne marrim gjatë gjithë kohës që ne jemi ose ulur për një kohë gjatë, sepse na bën më mirë kur ecim. Dhe unë tani dal nga administrata me të dhimbjen e mezit dhe kjo puna me njerëzit, kjo puna në terren do më shërbej që të jem pak dhe më mirë.
të mezin e kemi pa problem në personat e gjallë. Cilat janë ato kritikat më të shpesha që t'jep mami ose babi? Kush kritikon më shumë, Adi? Se zakonisht çunat kanë mamin, apo nuk funksionon kështu në rastin tënd? Mami merret më shumë me pjesën e përkujdesjes. Do të thonë është gjithë kohës që përkujdeset, dhe pse ti ke thënë që jam në një mbledhje shumë të rëndësishme, ti do kesh një mesazh aty, do vish për darkë. Po mami gjithmonë. Dhe është gjithë kohës me këtë përkujdesjen e vet, kurse ai që ka këshillat më të dobishme dhe që gjatë gjithë kohës, duke qenë se unë e shoh shumë të angazhuar që gjatë gjithë kohës shikon politik. E kalon pjesën më të madhe duke parë dhe debatet, më thënë, midis sportit dhe politikës. Dhe ai është i gatshëm gjatë gjithë kohës, nëse të ka parë një takim ose nëse ka dëgjuar që ti ke bërë një diskutim, të korrigjoj sapo shkon në shtëpi, sepse ai ka ndjekur diskutime të tjera dhe thotë jo, sepse kjo që the atje ku ishte i takimi nuk shkon, sepse ne kemi ndjek, Partia Socialiste ka ndjek një politikë tjetër, ti do të shkosh në një linjë cila nuk është kjo që duhet. Më thënë, është gjatë gjithë kohës që të ndjek aty dhe të jep ndonjë këshill. Por këshilla më e madhe që unë mendoj që ka marrë nga baba im, i cili është një ushtarak tashmë në pension, është që të jem gjithmonë mirënjohës dhe të jem gjithmonë i drejtë. Ai është njeriu më i drejtë që unë kam njohur deri më sot, dhe jam munduar gjatë gjithë kohës që ta ndjek si shembull për të pjesën e të qenit i drejtë. Ati pëlqen të jetë i drejtë gjatë gjithë kohës, pavarësisht nivelit njeriu të cilit ka përballë, ai kërkon që gjithmonë të jetë i drejtë, të ketë një qasje të drejtë me njerëzit. A ti dëgjon gjithkohon politik? Unë jo. Jo? Jo. Unë gjoj pjesën Sa përqind të ditës tënde merr politika? Domethënë, përveç pjesës që ti angazhohesh fizikisht, por gjatë kohës që nuk je në angazhimin tënd politik, sa përqind e merr? Çfarë bën Adi gjatë kohës që nuk dëgjon apo nuk konsumon politik? Unë jam një njeri që pjesën më të madhe të kohës, në momentin që nuk merrem me politikë, të mos e kaloj vetëm te pjesa e politikës, por të krijoj ato hapësirat të cilat un kam dëshirë t'i kaloj me veten time, me njerëz të mi të afërt. Nga politika unë dëgjoj më shumë vetëm pjesën e fjalimeve. Jam shumë i fokusuar te fjalimet si të liderëve që janë në Shqipëri, por dhe atyre jashtë Shqipërisë. Dhe më pëlqen thjesht për të kuptuar fokusin në cilin orientohet politika jonë. Por pjesën tjetër, pastaj më pëlqen, unë jam i apasionuar pas sportit. Kam një dashuri shumë të madhe për ekipin tonë të futbollit Elbasanit, dhe me krenari them që kam qenë pjesë e njerëzve cilët e kanë krijuar ekipin që ne kemi sot, që është Akademia e Futbollit Elbasani, një pasion cilin unë vazhdoj dhe ndjek, një skuadër cilin unë ndjek gjatë gjithë kohës, dhe them shpeshherë me plot gojen që ai ekip është krenaria e qytetit tonë. Unë jam ato njerëz që mendoj që gjithmonë duhen hapësira përtej politikës, hapësira përtej jetës që ne kemi në përditshmëri, dhe inkurajoj, dhe unë kam parë edhe ndeshjet të basketbollit në pallatin tonë sporti, dhe inkurajoj të gjitha sportet që të kenë një zhvillim sa më të madh, që të na japin një mundësi që dhe ne të zhvillojmë hobin më shumë dhe të shkojmë dhe të kemi si e kalojmë kohën edhe me gjëra të tjera. Adi, ne këtu te Bajti Podcast kemi një rubrikë që zakonisht i kemi ato personazhe të printuar, por me ty do jetë rast tjetër. Rubrika është Thumba apo mjalt. Unë do të përmend disa emra personazhesh që vijnë kryesisht nga politika në rastin tënd. Dhe ti do më thuash një opinion për ta, ose e cila brenda duhet ketë thumbin ose mjaltin. Pandeli Majko, nga më të vjetrit e Partisë Socialiste, i duhet të luftoj kësaj here në këtë zgjedhje për qenë deputet. Adi Qose është në listë sigurt dhe do bëhet deputet. Po ta pyesi Pandeli Majkon, mendoj që ai e njeh rrugtimin tim politik. Kam pas shansin ta njoh nga afër, ku kam qenë sekretari i përgjithshëm i forumit i freshit Partisë Socialiste. Jemi njohur nga afër, e kam vlerësuar gjatë gjithë kohës për dashurinë e tij që ka për të rinjt. Dhe nuk mendoj që Pandeli Majko është nga ato që mendojnë që të rinjt nuk duhet t'i jepen një mundësi për të qenë brenda listave të mbyllura të Partisë Socialiste, por si nga ana tjetër, besoj fort që ky është një moment gare për të gjithë, dhe unë mendoj që Pandeli Majko dhe kushdo tjetër cilët kanë një eksperiencë shumë gjatë në politikën shqiptare, i kanë dhënë ai shumë politikës shqiptare, të kenë një garë të bukur dhe t'ia dalin kësaj gare, siç të gjithë ne kemi bërë gara bashkërisht për çdo figurë tjetër publike në Partinë Socialiste. Albin Kurti. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës dhe i njohur si kundërshtari i Edi Ramës.
nuk kam dash asnjëherë gjatë rrugëtimit tim që t'i shoh si kundërshtar politik, edhe për shkak të replikave që mund të kenë qenë në distancë, por me Kosovën tonë jemi mësuar gjithmonë që themi kemi vëllezërit e Kosovës, kështu që kjo ka qenë një. Për Albin Kurtin kam fakt edhe thumë edhe mjalt. Që do të thotë? Që do thotë shumë mjalt në fillim në angazhimin e tij kur ishte në opozitë dhe të kërkesave që kishte dhe të pjesës tjetër e të idealizmit që kishte për popullin e Kosovës dhe gjithë pjesën tjetër, dhe deri këtu jemi bashkë në mjalt totalisht, por thumë nga momenti në cilin një thumë bilet nga momenti i cilin fillon dhe drejton Kosovën. Do kisha dashur që në disa momente kritike të kishe qenë më duhet në disa momente me treguar më politikan, domethënë me krijuar më shumë bashkëpunim, me ul frymën dhe me sjell zhvillimin që Kosova meriton. Ne kemi një mik shumë të madh që është Amerika. Unë nuk jam asnjëri i parimit që ne duhet t'i nënshtrohemi miqve, por me miq duhet ulemi një tryezë dhe diskutojmë se cili është opsioni jonë më i mirë. Dhe thash, këtu kam dhe thumë dhe mjalt për Albinin. Adi, zakonisht njerëzit të cilët merren me politik, po edhe ata që nuk merren, po kryesisht ata që i futen politikës, kanë gjithmonë një burim frymëzimi ose një personazh që ndjeki, nuk po them idhuj, sepse të thuash idhuj është shumë larg edhe lart, sepse unë mendoj që adhurohet vetëm Zoti. Ka Adi një personazh që e ka ndjekur si referencë gjatë rrugtimit të tij? Në fakt unë frymëzim në pjesën e politikës, kam një personazh që është publik në zonën tonë, por jo publik në pjesën kombëtare. Ai është Xhaxhai im. Xhaxhai është marrë me pjesën e politikës shumë vetë, ka arritur në disa pozicione të caktuara. Unë jam rritur i vogël dhe gjithë në shtëpi, a diti që doli emri i cili unë do isha brenda listës mbyllur Partisë Socialiste dhe automatikisht do isha deputet i jashtëm i parlamentit, gjithë më thonin që më në fund, ai momenti që ti ishe i vogël dhe gjatë gjithë kohës duhet visheshe me kollare, ja arriti ditës, dhe frymëzim për këtë ka qenë gjithmonë Xhaxhai, një njeri shumë i mirë, shumë i dashur, gati gjithmonë për ta ndihmuar njerëzit zonën e tij, dhe sot shumë krenar që shikon që nipi i tij ka këtë rrugtim shumë të bukur, le të themi deri në këtë moment politik. Me kalimin e viteve, një figurë tjetër që më kanë frymëzuar, dhe këtu nuk e them pastaj sepse ndonjëherë të duket e vështirë me fol për kryetarin e partisë në cilën unë jam, sepse gjithë njerëzit fillojnë pastaj me akuza, servila, se këto duan kështu, se këto te kryeministri, por elozhe, në fakt s'është vërtet, nuk bën një elozhe, ne jemi, jo, po përgjithsisht, ne të forumit, unë vi nga freshi, ne nuk i kemi pas shumë qef elozhet, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës kërkues, gjatë gjithë kohës kërkojmë ndryshimin këtu, kërkojmë ndryshimin atje, dhe ne nuk kemi përgjithsisht, nuk kemi rritë me frymën në cilën ne bëjmë elozhe. Dhe personazhi tjetër ishte Edi Rama. Edi Rama, unë e kam vlerësuar shumë i vogël, domethënë kuptimin në periudhën cilën unë e kam kapur në Bashkinë e Tiranës, ku ai solli të ndryshimin, mbaj mend ato situatat e para të Ramës në Bashkinë e Tiranës, po dhe ato vidjet, po qasjen me mediat, shumë të veçanta për kohën, dhe unë e kam pas gjithmonë qef këtë stilin që ai ka, por me kalimin e viteve dhe idenë që ai ka për një Shqipëri europiane. Mendoj që gjithë ne kemi këtë ndjesi të brendshme dhe politika që ai ka sjellë, dhe unë mendoj që idetë të cilat ai ka pasur për Shqipërinë deri në këtë moment kanë qenë shumë të mira deri në këtë fazë që ne jemi sot. Një politikan tjetër që më ka frymëzuar gjatë gjithë kohës, pastaj duke u rritur, duke kuptuar politikën, duke parë pjesën e politikës edhe botërore, është Barack Obama. Një politikan mendoj i pari president në ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për mendimin tim dhe një nga presidentët më të mirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i njohur për fjalimet e tij, për politika sociale, për qasjen shumë të mirë ndaj njerëzve, dhe unë gjatë gjithë kohës kam dashur që t'i ngjaj këtyre formateve, një format i cili është social, i dashur me njerëzit, sa më afër njerëzve, dhe besoj që ai ka pasur një mik shumë të mirë politikanit dhe me qasjen shumë të afërt ndaj gjithë njerëzve. Adi, djali Elbasanës. Adi do jetë një nga ata deputet kuvend Shqipërisë që do ulet në karrike dhe do ngre kartonin për hir të shumë gjërave. Adi do jetë deputeti dhe zëri i qytetarëve Elbasanës. Ta thash dhe pak më parë. Misioni im dhe ajo që unë dua që ky mandat që Partia Socialiste, kryeministri Edi Rama, por të gjithë qytetarët e Elbasanit më kanë besuar,
dua që të vinë funksion tyreve, dua që unë të loboj fort për problemet që Elbasani ka. Ne në çdo qytet botës ka probleme. Kudo që t'jemi do ketë probleme. Dhe mua m'pëlqen që ne t'jemi zëri, unë personalisht t'jem zëri i qytetarëve të Elbasanit për të përçuar atje problemet e tyre. Dhe do mundohem me sa unë kam fuqi që të loboj në qeverinë tonë që sjellë sa më shumë investime në Elbasan, duke vazhduar me projektin automotoparkut që është shumë i rëndësishëm, duke përfunduar projektin e Kalas që është një projekt madhor, mendoj dhe që do sjellin në fokus turizmin në Elbasan. Adi, një mesazh që ti do t'ja japësh së pari të rinjve të qytetit të Elbasanit dhe së dyti gjithë qytetarëve që ty të dëgjojnë dhe të ndjekin nëpërmjet Bahiti Podcast. Tashmë i zyrtarizuar si deputet i arshëm edhe përfaqësues i qarkut të Elbasanit. Për gjithë të rinjt kam dy mesazhe. Mesazhi i parë është që të mundohen të ndërtojnë të ardhmën e tyre këtu në Shqipëri, këtu në Elbasan. Dhe mesazhi i dytë është që për gjithë ato që janë skeptik ndaj politikës është që të merren me politikë, sepse nëse ato nuk merren me politikë, atëherë do merret politika me to. Dhe nuk ke asnjë në kuptimin e mirë të drejtë të ankohesh kur ti nuk do të angazhohesh në jetë publike. Që gjërat ecin sa më mirë, që qyteti jot të jetë sa më i mirë, që komuniteti jot të jetë sa më i mirë, ti duhet të angazhohesh dhe të japësh gjithë mendimin dhe gjithë kontributin tënd, që gjithë idetë që ti ke për qytetin të zhvillohen dhe kjo është politika, është i vetmi mjet i cili sjell të ndryshime. Për gjithë qytetarët e Elbasanit kam një mesazh të tipit të gjithë bashk mund të bëjmë gjëra shumë më të mira për Elbasanin. Ne kemi një traditë shumë të mirë në Elbasan, ne jemi shumë vend mikpritës dhe duhet që të gjithë to vlerat tona t'i shfaqim edhe më shumë. Por kam një këshill për të gjithë ato Elbasanlit e vjetër, për gjithë ato guzhinierët e mirë të Elbasanit. Unë mendoj që Elbasanit i mungojnë vendet cilat gatuan ushqime tradicionale të Elbasanit. Mjafton të lexosh pak dhe fillon dhe kupton se sa e madhe është gama e ushqimeve që Elbasani ka. Zhvillimi i bizneseve në kalan e Elbasanit, por këtu pasaj lidhet pjesa e investimit që do vi nga qeveria, investimi që do bëhet bashkë me ADF-n, që do të jetë një investim shumë i rëndësishëm kalan e Elbasanit, do t'i japi mundësinë të gjithë banorëve të Kalas, por jo vetëm tyre, por të gjithë ato që kanë një ide të mirë për të zhvilluar, që t'i kthehen si shtëpitë e tyre në bujtina, por dhe bizneset e tyre, por një këshill shumë e madhe. Elbasani ka një kulinari shumë të zgjeruar. Ju lutem, zhvillojmë të gjithë kulinarinë që ka qyteti jonë dhe gjithë traditat që ka Elbasani. Të fokusohemi sepse turisti huaj vjen dhe gjatë gjithë kohës kërkon të provojë atë tradicionalin që ka qyteti i tij. Ai nuk vjen që të provojë një ushqim cilin e ka provuar edhe në Itali. Do të thënë kur niset një turist dhe vjen në Shqipëri nuk vjen taj makarona apo pica. Pret që ne t'i servirim një ushqim cilin nuk ka mundësi që në vendet tjera të Europës ai ta provojë. Dhe ndaj unë thash i stimuloj të gjithë që të zhvillojnë sa më shumë biznese lokale ku të jetë në fokus kulinaria e Elbasanit dhe me zhvillimin e Kalas, por dhe me përfundimin e projektit automotoparkut, ne do jemi në qendër të turistëve të huaj dhe jo vetëm. Dhe këtu pasaj do jetë mundësia, sepse këto janë projekte madhore, cili zhvillimi do vi hap pas hapi. Duhet që ne, në momentin që këto investime përfundojnë, si investimi Kalas, por dhe automotoparkut, biznesi Elbasanit, qytetarët e Elbasanit të jenë gati. Sepse ndryshe pasaj do vinë investitorë tjerë nga qytetet tjera ose nga vendet tjera dhe fillojnë të krijojnë biznese në qytetin tonë. Po, por këtu duhet të qëndrojmë pak në faktin që për të zhvilluar këto gjëra që ne përmendëm në qytetin e Elbasanit, që nuk është vetëm, domethënë është vetëm 25 minuta larg nga Tirana, duhet më shumë vëmendje, më shumë punë nga pushteti qendror, më shumë investime nga pjesa e qeverisë, kështu që këtë besoj duhet ta loboni ju, të cilët jeni pjesë e vendimarrjes, pjesë e politikës, shumë shpejt pjesë e ligjeve të cilat bëhen për njerëzit edhe zbatohen për ta, kështu që sa më shumë ligje në dobi të qytetarëve dhe uroj që ti t'jesh një nga ata deputetët e arshëm që në Kuvendin e Shqipërisë atë kartonin që zotron fuqinë e ligjit ta kesh në dobi për qytetarët Elbasanas, të cilët kanë besuar që djali i tyre t'i
përfaqësoj në parlament. Unë të uroj shumë suksese, uroj të kesh një rrugtim të ndritur, të kesh durim për gjithë gjërat që të presin dhe mbi të gjitha të qëndrosh me këmbë në tokë për të kuptuar që njerëzit duan t'i flasësh në gjuhën e tyre dhe kanë nevojë për vëmendje reale, vëmendje jashtë kontureve të mesazheve që jepen politikisht, mediatikisht etj. Anisa, shumë faleminderit për këtë bashkëbisedim kaq të këndshëm. Ti gjithmonë di sjellësh, a thash në fillim të emisionit, ide shumë bukura dhe unë vlerësoj shumë këtë podcast kaq të bukur që ke realizuar dhe mos harroni të gjithë në 11 maj. Faleminderit shumë që na ndoqët, shihemi në puntatën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.